Mëngjesin e sotëm në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka ndodhur shumë situata të ndryshme, e megjithatë, ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen e publikut këto ditë ka qenë pikërisht marrëdhënia midis Brikenës dhe Mateos. Të gjendur në dhomën e ndenjas, pra aty ku rrinë të gjithë banorët, vetëm Kristi, Juela dhe Brikena. Kristi ka qenë pikërisht ai që ka hedhur kunja dhe është munduar të nxjerrë Brikenës diçka. Në biseda e sipër, ai ka thënë që Juela ka ndjenja për Mateon. Edhe pse Juela e ka kundërshtuar dhe nuk e ka pranuar këtë gjë, pikërisht Brikena ishte ajo që ju janë ngritur nervat dhe situata ka agravuar. Në fillim, Casey i tha asaj që Juela ka ndjenja por nuk e besoi, dhe tashmë Kristi i tha që nëse ajo do të kishte me të vërtet dhe do të kërkonte një lidhje nga Mateo dhe Mateo do të kishte ndjenja reciproke, a do ta pranonte Brikena. Edhe pse ajo tha pikërisht këtë gjë, unë do ta pranoja pasi nuk kam ndjenja fare për Mateon, duket që reagimi i saj me shenjat apo gjeste trupore që bën nuk është fare dakord. Të gjithë mendojnë që edhe Brikena pëlqen shumë Mateon, megjithatë është e kufizuar për shkak të kamerave apo edhe ndjekje nga familja 24 orë në 7 ditë. Kjo gjë bën paksa të vështirë për të pasi nuk dëshiron të bëjë diçka gabim apo të mërzisë, të cënojë një pëlqim apo ndjenjat e familjes së saj. Nuk dihet se si kjo do të shkojë, por duhet t'ia lëm kohës për të parë, duke qenë se edhe nëna e Brikenës ka rënë dakord me çfarë lloj gjëje që të bëjë Brikena dhe ka thënë vetëm fjalë të mira për Mateon. Po juve çfarë mendimi keni për këtë gjë? A mendoni se Brikena dhe Mateo do të lidhen brenda në atë shtëpi? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.